Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve që me sinqeritet e pasojnë rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si e meriton ai, dhe asesi mos vdisni ndryshe vetë se me iman." Të dashur vëllezër, ulemaja kanë bani përshkrim normal, jo shumë e real. Kanë thonë nëse një njeri nevojli shkon takohet me dikon i cili ka pasuri marrëmendse, edhe i thot: "Sa ti je gjallë, unë të garantoj hajën, pijen edhe kreta lukset, sa të dush me harxhu, çka të dush me bën në përgjithësinë tëme apo në llogarinë tëme ashtu." Ky njeri ka mu gëzu se e di që ai tjetri ka boll, edhe tash thot: "Unë e kam siguru anën ekonomike për tan jetën." Po nëse që ky që po i premton nuk ka veç pasonik, po është edhe pushtetar, një kryetar shteti, i thot: "Leçe me ongër me pi, e ki të sigurt, e lukset kret, jo veç ushqim, kret çka të teket. Po edhe ku trokasësh në përdyr, kanë me të qelë dyrt. Unë po të garantoj, ky ka mundi hala ma mirë. Mirë, po nëse një mbret, e dini se mbretrit si të kalumën, si sot, ka mbretër në përbot që në shtetë tyne u kry, se kryetari mund me najtë 4 vjetë, 8 vjetë, ama mretu të një jetën. Nëse një mbret do t'i thosht të dikuj, ti e ki, me ushqim, me anë ekonomike, me ato administrative, me pallate, me çka dush është e jotja, veç kallëza që unë të këmë thonë, ose jep një letër identifikimi. Ky njeri ka më uni komod, ka më uni rahat, nuk ka më tut pikërkuj, ky njeri s'ka me pas gajle riskun, ky njeri s'ka me pas gajle ato, këto, e tjere tjere. Edhe na kishme me thonë për qëtë person, ky është njeri me fat. Njeri ti është garantu, është siguru jeta. Na themi, bëjmë do analiza, nëse i ki $1 miliard, ka sa du të mi hargju për çdo sekond, për me mujtë me të hargju, jo Allah po hargju për 300 vjetë, çdo sekond me hargju ka €1.000. Thu, la ilaha illallah. Zdina që me baj njeri, e tash. Si besimtar, ai që të ka premtu ty çdo sen, as nuk është pasoniku njeri, as nuk është kryetar shteti, as nuk është mbret. Është Zoti i gjithësisë, garantuesi, ai që në dorën e tij, në pushtetin e tij, në krijimtarinë e tij, hyn çdo sen. Ai të ka thonë, kur të pyesin robët për mua, unë jam afër tyne. Zoti është afër. Ma afër se mbreti, ma afër se ai, ma afër se ky. Ai është Zoti i cili të ka thonë, nuk ndodh në tokë as në qiell as kërkun, as edhe një fletë me ra, pa dijen, lejen edhe fuqinë e tij. Çdo sen që të ndodh në botë, ai është që ka vendosur ashtu. Ai ka thonë, unë e kam shkruar çdo sen 50.000 vjet para se me të kriju ty të mbetet vetëm mubarazi me caktimin e Allahut, që ka shkruar për ty. Ai ka thonë se nuk vjen vdekja kërkuj pa e mush qitapin e vet, duke harxhu riskun e vet, edhe ty e harxhu ymrin e vet. Ai ka thonë, o ju njerëz, sikur më umledh insan edhe e gjin, pit parit deri te i fundit, me dash me të bën diçka keq, nuk mund me të bë kurrë, veç nëse unë kum leju aty në qitapin tim para se me të kriju. Mos u tut. Nëse kret mlidhen me të bë mirë, ose me të bën të pasur, ose me të shnosh, ose me të smu, nuk mund me të bë kurrë, veç çka kum shkru. I pari dhe i fundit, prej të parit e njerëzve dhe të e gjinve. Krejt krijesat më umledh, e me bo dua, me lyp i Zotit, qa që është i pasën ai, sa nuk mundën me harxhu nga pasuria Allahut magazinat e tij, as sa një maje gjylpanës që hindeti. Allah është ai i cili ka thonë në Kur'an, unë ju kum kriju, unë kum caktu kur keni me vdek. Unë jam ai i cili ju çojnë në xhenet ose në xhenem. Unë jam ai i cili vendosi rregullat çysh me jetu ju. Allahu ka thonë Kur'an, ju bëni sabër se Zoti është me durimtarët. Allahu ka thonë Kur'an, kush jep sadak, ja shtoj pasunin.
Allahu ka thonë në Kur'an, apo pejgamberi në hadith sallallahu alaihi wasallam, 2 rekat sunnet namazit sabajt janë më të vlefshëm se dujaja dhe çka kanë ta. Pse ti neglizhon çto sene? Pse ti prap mendon se çaj që i ka premtuar mreti është me fat e ti nuk je me fat? Pse ti si je me fat? Kur ai që për me i ka në dorën e vetë çdo sen të ka garantuar ty çdo gjë. Kërkush nuk vdes, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa e harxhuar riskun e vet. Pse tutesh ti për riskut? Allahu ka thënë në Kur'an, në qiell është risku juaj. Edhe që ja kum garantu unë, ja kum garantu, pse ju tuteni? Pse ti nuk e bën gajle namazin, e zekatin, e agjerimin, e haxhin, e ibadetet, ti e bën gajle riskun. Pse ti qohesh në ora 4 me shku në punë, e në 5 nuk e fal sabajin? Çka i bjen kjo? Kjo i bjen se atë që na e dim, qëto sa ne i dim kret. Nëse nuk dim, mi thonë qështu, i thoj me një formë ma nëryshe, ama qëto i dim kret na që jemi shtu në xhami. Është problemi se tjetër është me dit, tjetër është me përjetu, me ndje. Sa prej neve kemi gajle, çka do të bëhet me fëmijët e mi, me nipat e mi, me mesa? Pse bën gajle? Ti bëj gajleve që udhëzimin e tyne. Sa e kem gajle që me bo me shkruaj, bo analizat, po më del në i telashe. Po ti si të dul telashe, si të dul, ti në shtrat ki me dek, kur e ka shkru Allahu? Pse bën gajle? Ti je në favor, ti je i bekum, se ti je në mbrojtjen ati më të fortit. Thjesht ti nuk jetë të dit me ndje këta. Ti nuk jetë të dit me qitë në praktik që shduhet. Nuk po theme mos me marë sebepet. Por po theme, nëse bëjmë një krahasim me një mbret dunjas, me Rabbul Alaminin, mbretin e gjithësisë, atër që kjo duhet tjetë rezultati, ti dush me jetu me qëtë bindje, pasha Zotin Azza wa Jall. Nëse jetojmë me qëtë bindje, veç filloj me qëtë praktik, qëto që a i thamë, edhe nëse s'di me i numru që shtu në qëtë formë, nuk ka problem. Nëse di me i qëtë, na kena me jetu shumë matë qëtë, na nuk kena mu stresu për ato që s'ka ardhë, ajo që s'ka ardhë, ajo risk që s'ka ardhë, ajo fatkeci që s'ka ndodhë, s'ka mujt me të ndodhë, u kry. Atë risk që e ke lypë, s'ke mujt me mëri, u kry, nuk është të yti, o vëlla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çka s'ka godit, pret këqijave s'ka mujt me të godit. Po janë çu kret njerëz, ole çot kret dujoja kundër teje, nuk mund me të godit. Po edhe e mira, nëse kret mundohen me ta bëni të mirë, se ka shkruar Zoti, nuk mundet me ardha e mirë. E jotja është që senet të cilat nuk kanë sebepe, leja ndorë krijuesit sebepeve. Do sene s'kanë sebepet merë, do sene që në përtej sebepeve, nalu. O Zot, unë e mora sebepin, e bona qëtë punë. E bona këtë kontrol, e mora këtë ilaç. Ta është Zot dorë tone. Pse mundohesh përtej sebepeve, ose me hynë gjina me vetën tone, ose me shku sebepe haram. Na kemi njeri që e kemi këshillu, mos shko të filoni me të bon hajmali, se hoxha i kumë provu kret, të mjeku anë e një sen me kancer, të kumë argju 100.000 euro. Pe provoj edhe, sa ti ka lyp 500 euro, ku shku 100.000 e shku në 500? Jo, vëlla, nuk është problemi 500 eurove, është problemi ti rrugën të cilin jetu e zgjedh është gabim. Allah të ka thonë zgjedhi rrugë të halal, edhe pishtat ju Zotit. Kjo është në Kur'an e përmene. Fe idha azem të fetawakkal ala, ku ti merë sebepët, thuj Allah tash në dorë tone. Ibrahim Musa a.s. i ka rrët detit me shkop. Se ka dita kanë mu qelë du më të udhë, se cëllë i fes me kalu, a ka mu terë, faraoni a ka me mujnë me mri, i ka thonë Zotit, bëni që të sebep edhe u kry. Ejubi a.s. kur është mu mas sa viteve, ka thonë Allahu Zell me kamën tonë, me thamërën tonë, më shëjtë tokës. Veç e ishë në akon njeri, s'ka pas fuqi me bo kur gjanë, unë asë të së në bojna mira me thamër tokës, me dalu uji. Po thjesht meri që ato sebepe, qa që dhe nalu, i ka ro, me kam, tak e ka prej, ka dalu uji, e ka la trupin me qatë uji, jo këthy shëndeti 100% që shukon, kur okon, i ri. Veç meri sebepet sa të lypën prej teje, edhe nalu. Nuk është shënosh logika, i kumë dhonë 100.000 pjapë dhe 500, i kumë provu kretë pe provoj edhe qëta, nësa haram, nuk banë. Andaj dashër vlezër, porosia kësa hytë bështë,
ti je me më të fortin se çdo mbret i botës. Vetëm atë që e ke në dijen tonë, ti din çto sa në kret. Fillon me qitë në praktik. Fillon praktik. Vallahi ko me të largu që ky stresi. Që ky stresi që na, a jemi të gjithë bindur që stresa nena, kemi gajle kënena, ngarkesa etj, largohet. Kur nuk kime bajt gajlen tutën e të ardhmës. S'kime bajt gajlen e tutën e nismujës që të vjen. Qatë vjen e mirë se vjen prej Allahot. Lësë Allah që të nga bëj për atyre që kemi bindje të fuqeshme në Zotin. Allah në i lidhë zamrat me Allahun. Allah në mundësot me marrë vetë sebepet halal. Allah në bëft krenar me Zotin tonë. Allah në bëft krenar me bindje dhe në nështrimin që jemi rëbë veç të ati. Zotë, zamrat nëse i kemi lidhë me dikon tjetër, ne i larga atë lidhje, gabume. Na mundësot që me u lidhë veç me ty. Ja Rabë, udhëzoj e vlatë tanë, na udhëzoj neve, udhëzoj popullin tonë, na falë, na përmirësa. Na bën të sinqert në atë që e flasim dhe e thojmë amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.